falja e mëkateve. Njeriu I cili bën sabër, Allahu xhelle shanu I afshin mëkatet në dunjë. Thot pejgamberi alayhi salatu sallam, çdo musliman, çdo mundim që e godet një muslimanin, në qoftë lodhje, sëmundje, breng, pikëllim, dëm apo shqetësim, mandje edhe një gjemb, një ferë me të ngacmuar. Thot Allahu subhanahu wa taala, një ferë me ngacmuar një musliman, Allahu xhelle shanu nëse ai bën sabër, ka mjafshi gjunat e kalum. Shikoni, nëse ti bën sabër, ta di se Allahu xhelle shanu edhe për një ferë çka ti të ngacmon në xhami, duke shku në xhami, ka hinde një therë, ose në një mërzi, ose në një telash, ose në një dam, ose në një pikëllim, ose lodhje, vallai e lodh, e di, është lodhje, një saat e gjys, edhe 2 saat, shkon me Medina, aty ka 2 saat falen taravia, apo në Mekë. E ti 1 saat, 50 minuta, 55 minuta, lodhje. E qatë lodhje që e ban të namaz, Allahu ka me të pagujt, apo të fshin, me qatë lodhje, Allahu të fshin gjunat e dunjos.